Ndryshimi i kufirit të Tuzit në Malin e Zi revoltohet Emina Çunmulaj. Modeli Emina Çunmulaj ka reaguar një ditë pas ndryshimit kufirit ekzistues të komunës me shumicë shqiptare të Tuzit përmes një postimi në Instagram Story. Modelia shqiptare ka thënë se ky lajm e ka shokuese. Qeveria e Malit të Zi ndryshoi kufirin e Tuzit në manovra jo ligjore. Kështu është vëllezër dhe motra, kur jepni votën tuaj aty ku nuk duhet. Ju thash unë kur erdha në votime, votoni shqipe se jeni shqiptar. Tani, ngadal po ju marrin tokën, pastaj gjuhët dhe më në fund traditën kanë qenë fjalët e saj. Mos harrojmë se Emina Çunmulaj kishte qenë iniciatore madhe në zgjedhjet e 31 gushtit, duke ardhur të votojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.